Gjej momentin të falenderoj Hoxhën Nisin për gatishmërinë e tij ndaj çdo ftese që i kemi bërë ne dhe angazhimin e tij me ne. Allahu të nderojë dhe shpërblet. Një falënderim i veçantë shkon edhe për djemtë dhe vajzat e stafit që kanë punuar në mënyrë të palodhur me aktivitetet tona, sidomos në këto ditë ku kemi pasur me të vërtetë një larmishmëri aktivitetesh. Zoti ju shpërbleft për punën dhe gatishmërinë tuaj. Ne si Unioni Studentor Musliman, me anë të aktiviteteve tona, jemi fokusuar në vitalizimin e jetës studentore me 3 parime: argëtim, ftesë dhe orientim. Argëtim, me anë të cilit synojmë të forcojmë lidhjet me njëri tjetrin, sepse kontributi që mund t'japim kur jemi bashkë është shumë herë më i madh se përpjekjet individuale. Me ftesën, synojmë t'i afrojmë të rinjt tek besimi i drejtë në Zot dhe ta ndjejnë praninë e Tij në jetën tonë e përditshme. Dhe me orientimin, dëshirojmë të thrasim në rrugën e drejtë dhe të jetojmë me parime të drejta, në një kohë ku gjithë jemi dëshmitar për realitetin rrëmujshëm që jetojmë. Në sajt këtyre 3 parimeve kemi organizuar shumë aktivitete si kampionati i futbollit, shahut, ping-pongut, udhëtime në vende të ndryshme, si dhe cikle, ligjërata dhe simpoziume, që lutim Zotin të kenë qenë të dobishme për secilin prej nesh. Dhe pa humbur kohë, ju ftoj të ndjekim së bashku një video të përgatitur me rastin e simpoziumit me temën Pse agjërojmë. Assalamu alaikum. Duke qenë se simpoziumi quhet Pse agjërojmë, ne pyetëm studentët dhe studentet për mendimin e tyre. Në këtë video të shkurtër, do gjeni disa përgjigje autentike, të paredaktuara ndonjëherë, dhe ju shikoni nëse e gjeni vetë tek njëra prej tyre. Për të ofruar me Zotin. Sepse më pastron shpirtin dhe më mëson vetkontrollin. Për të fituar kënaqësinë e Allahut. Se më bën me kanë mirënjohëse. Për t'ju bindur urdhrit të Zotit. Për të kënaqur Allahun. Sepse është pjesë e identitetit tim si muslimane. Për të qenë prej atyre që janë të devotshëm. Sepse besimtarët i bindën Zotit. Unë agjëroj për t'i vënë kufi vetes, për t'ju përulur Zotit, Për të fituar sevape. për t'u ofruar me Zotin. Unë agjëroj sepse është detyrë. Pse jo? Unë agjëroj për të përmirësuar veten, për të kuptuar sprovat e të tjerëve. Unë agjëroj që të fitoj dashurinë e Zotit. Agjëroj për hir të Zotit. Të ndryshon jetën. Agjërojmë për të përmirësuar. Për të arritur kënaqësinë e Zotit. Unë agjëroj për të arritur devotshmërinë. Unë agjëroj sepse jam musliman. Ndërkohë që Hoxha mendon se si të korrigjoj përgjigjet që në dhanë, duam të bëjmë pyetjen e radhës. Me një fjalë, çfarë do të thotë Ramazani për ty? Reflektim, Ngritje. mëshirë, Mision. bekim, Durim, paqe, pastrim, disiplinë, Përkushtim. Qartësi, përulje, Adhurim. përgjegjësi, Vetreflektim. Rrugdalje, Bereqet. Cilëtarsi, sakrificë. ëmbëlsi. Ndryshim. Mendoj që studentët folën mjaftueshëm. Tani ja lëm fjalën Hoxhës, i cili besojmë padyshim që do të jap përgjigje më të sakta dhe më të mira, nga të cilat përfitojmë të gjithë. Një prezantim i shkurtër për të ftuarin e sotëm, Hoxhën e nderuar Enis Rama. Ai ka lindur në qytetin e Mitrovicës, ku edhe ka përfunduar arsimin bazë, më pas ka ndjekur medresen në qytetin e Prishtinës dhe studimet e larta në Universitetin e Medinës në degën e hadithit. Studimet pas universitare i ka kryer në Kairo, në degën bazat e fesë, dhe me të përfunduarit tyre në 2006 dhe kthimit në Kosovë, ka filluar me thirrjen në Islam, e cila vazhdon deri në ditën e sotme, me cikle javore, ligjërata dhe simpoziume. Duke lutur Zotin ta shpërblej Hoxhën për sakrificën dhe mundin e tij, e ftojmë të mbajë fjalën e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allah në madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. E lutim Allah në madhuar që takimet tona të bëjnë të bekuara, të dobishme, të frishme në këtë dunja dhe shpërblyera ditën e takimit me te. Pas falënderimin dhe Allahut të mënduar, falenderoj të gjitha që u përkujdesën për këtë takim sonte, për këtë takim të mrekullueshëm, kaq masiv, kaq domethënës, kaq mikpritës,
për cilin takimin e Allahut në mbanduar ta gjeni secili për juve ditën e takimit me Zotin si shpërblim dhe ngritjen e xhenetit të tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, pse agjeroj? Fillimisht pyetja pse është shumë e rëndësishme. Nga se në jetën e sotshme kjo pyetje bëhet shumë rrallë. Madje njeriu në mungesë të përgjigjes të shumë pyetjeve që fillojnë me pse e ka injoruar edhe pyetjen pse. Pse jetojmë, pse ekzistojmë, pse hajmë, pse pim, pse lëvizim e kështu me radhë, janë pyetje që e ngulfatin, e provokojnë vazhdimsi qenien njerëzore, mi po njeriu në pamundësi me i dhënë përgjigje apo në jo gatishmëri që të pranon përgjigjen, ka preferuar injorimin dhe ka përzgjedhur përgjigje periferike, por duke ikur nga esenca dhe baza e përgjigjes. Allah i madhuar na ballafaqon me përgjigje të vazhdueshme, jo për të na dëmtuar, jo për të na shqetësuar, por për të na mbajtur aktiv, të gjallë dhe gjithmonë të fokusuar në realitet. Islami asnjëherë nuk don nga ne që të jetojmë në iluzione, që të jetojmë në ëndra të imagjinuara, në fantazi e kështu me radhë, por gjithmonë na kthen në realitet. Nganjëherë ky kthim mund të jetë i dhëmshëm, mund të jetë i kushtueshëm, por megjithatë ia vlen, nga se një jetë me realitet, edhe pse mund të jetë nganjëherë e vështirë dhe jo bashkë në përputhje me qefet tona, është më mirë se një jetë e mbushur me gënjeshtra, mashtrime, jashtë realitetit, e cila realitet kena me kuptuar padyshim nesër ditën e gjykimit. Andaj për çdo gjë ne pyesim pse, dhe për çdo pse ka përgjigje. I përmbush kjo kurreshtja tona apo nuk i përmbush është çështje tjetër. Mirë po Zoti na ka mësuar që si besimtar gjithmonë çdo veprim, çdo lëvizje ta bëjmë të motivuar nga një qëllim fisnik. Prandaj pejgamberi ka thonë innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen sipas qëllimit. Domthon pse bën këtë vepër e kam këtë qëllim, pse bën këtë për shkak të kësaj. Andaj jeta jon ka një përgjigje, ardha jon ka një përgjigje, lëvizja jon ka një përgjigje, gjumi jon ka një përgjigje, madje jeta bashkëtorë ka përgjigje, fëmiu ka përgjigje, gjithçka ka përgjigje, edhe adhurimet kanë përgjigje. Dhe sa më mirë e kuptojmë përgjigjen, aq më fuqishëm e orientojmë tërë kapacitetin ton të adhurimit drejt realizimit të qëllimit të caktuar. Andaj Islami synon që gjithmonë besimtari me ngushtu distancën mes formalitetit dhe realitetit. Njerëzit kanë në preferojnë formalitetin e ikin nga realiteti. Formaliteti është pjesë e adhurimit, nuk mund ta mohojmë, por nuk është i tërë. Forma e namazit është domosdoshme. Agjërimi ka formën e vet që nuk kupton braktisjen e gjërave të caktuara. Mirë po, realiteti i agjërimit përfundon tek braktisja e ushqimit dhe pjesë, nuk përfundon. Realiteti i agjërimit është praktik i formaliteti. Andaj, formaliteti është piknisja, ndërsa realiteti është synimi jonë. E si ta kuptojmë këtë realitet, pikërisht përmes pyetjes pse agjeroj. Unë me vëmendje dëgjova përgjigjet që ishin të prezantuara në videon e mëhershme, padyshim se janë të duhura, jetë brenda kornizave të asaj që e jep Kurani dhe Suneti pejgamberit alayhis salam, pse janë shumë të përgjithshme, nga se kënaqësia e Allahut është e përgjithshme, pse janë besimtarë është e përgjithshme, edhe janë të mira, mirë po, sa më tepër arrim me e detajzu përgjigjen, aq më konkret do të jemi dhe aq më tepër përfitojmë nga adhurimi i caktuar. Të nderuar paneshëm vëllezër dhe motra. Përgjigjja në pse agjerojmë mund të jetë edhe e gjatë edhe e shkurtër. Mund të jetë edhe, domethënë, përmes shumë pikave, mund të jetë përmes një pike, e kështu me radhë. Rëndësishme është që ne të kuptojmë se çdo adhurim në Islam ka objektiva të veta që synon të realizohet. Asnjë adhurim Allah nuk e ka kërkuar vetëm nga perspektiva e dominimit të tij mbi neve. Jam Zoti të më nështrori, pavarësisht kuptuat apo jo kuptuat. Islami nuk pranon një lloj komunikimi të tillë mes Zotit edhe krijesave, edhe pse Allah i takon një komunikim i tillë. Allahu xhalla xhelal në shumë raste, edhe pse nuk ka nevojë, edhe pse nuk duhet, por nga dashuria për neve, nga kujdesi për neve, arsyeton shpeshherë obligime që i kërkon nga ne. Allahu arsyeton besimin që i kërkon nga ne, me 10 argumente pse duhet besuar. Allahu te bareke te arsyeton dërgimin e pejgamberit
pse e ka dërguar. Arsyeton shumë obligime për të na mësuar që ta ndërtojmë jetën mbi bazën e arsyeshmërisë, e jo rastësisë, e jo përgjigjes ndaj kënaqësive të përkohshme të caktuara. Besimtari është i arsyeshëm dhe veprimet i ka të arsyeshme. Andaj gjithçka buron nga shpallja e cila ndërthurët me arsyen dhe jap produkti final të veprimit të caktuar në jetën e besimtarit. Epshi i besimtarit është i menaxhuar nga arsyeja e tij e asnjëherë i dominuar apo dominant, dua të them, mbi arsyen apo mbi besimin. Në përgjigjen pse agjëre mund të jap disa përgjigje. E para, të nderuar pranishëm. Çështja më e madhore në jetën tonë që e kemi, çështja më e rëndësishme është besimi në Allahun e Mënduar. Madje kjo është forma e vetme që përmes saj e realizojmë të qendrit njerëz. E meritojmë e përsinë që Allahu na dha, e arsyetojmë shfrytëzimin e begative në këtë dunjë dhe garantojmë për veten tonë shpëtimin ditën e gjykimit. Besimi në Allahun arsyeton dhe jap kuptimin e shfrytëzimit gjitha begative të tjera. Pa besim asnjë begati nuk ka kuptim. Pa besim jeta nuk ka kuptim, nuk ka përmbajtje. Është zbrazët është boshe dhe pa kuptim. Andaj, ky besim për të pas këtë rol në jetën tonë duhet të jetë funksional. Duhet të ketë padyshim aktivitet në përputhje me funksionet që Allahu ja dha këtij besimi. Ne duhet gjithmonë të interesojmë për funksionet e besimit. Sikur që telefoni ka funksionet e veta, ky mikrofon ka funksionet e veta dhe realisht performanca e këtij mikrofoni matet mbi bazën e funksionalitetit të tij. Sa është funksional? Nëse nuk është funksional, kot është i bukur, kot është i shtrejt, kot është në vendin e dorë, nëse nuk është funksional. Funksioni i mikrofonit është zmadhimi i zërit. Nëse këtë nuk e bën, atëherë nuk ka kuptim prezenca e tij këtu para meje. Gjithashtu, gjithçka që është para nesh e ka funksionin e vet. Edhe besimi padyshim i ka funksione të veta. Dhe për këtë duhet shumë të interesojmë dhe të lexojmë, e dëgjojmë, edhe të marrim pjesë në ligjërata kudo qoftë që flitet për funksionet e besimit. Si ta bëjmë një besim funksional, aktiv, e jo një besim i cili nuk te kalon dimensionin e deklarimit. Tonë deklarojmë se Zoti është, Allah është Zoti jon, deklarojmë se Muhamedi është i dërguari jon, deklarojmë se Islami është feja jon dhe komplet, domethënë përkushtimi jon ndaj fesë nuk te kalon pragun e deklarimit. Deklarimi është padyshim hapi i parë, është pragu më i rëndësishëm, po i pamjaftueshëm që të jetë funksional. Deklarimi është hyrje, ndërsa pastaj janë etapat e tjera, janë procese të tjera që e bën këtë besim funksional. Në kuadër të kësaj, përputhje me këtë që përmenda, ne agjërojmë për ta bërë besimin funksional. Besimi nuk është funksional me deklarata, por është funksional me namazin, është funksional me agjërimin, është funksional me sjelljen tonë, me moralin tonë, me edukatën tonë. Kështu është besimi funksional. Kështu është besimi funksional. Prandaj Allahu te barek ve teala kudo që në Kur'an ka folur për besimin, zakonisht pas tij ose në emër të tij ka përmendur vepra të caktuara, ka përmendur obligime të caktuara, ka përmendur probleme të caktuara që e pritshme është të kalojnë mbi bazën e besimit. Besimi mundson që ti kuptojmë sprovat madhyshe edhe ti kalojmë. Çfarë kuptimi ka besimi i cili nuk na gjiten të lashet tona, nuk na dijnë sprovat tona? Çfarë kuptimi ka besimi në Zotin kur ai na thret e ne nuk i përgjigjem? S'ka kuptim. Prandaj besimi jon merr kuptim dhe është funksional pikërisht sa ne i përgjigjemi thirrjeve të Allahut mënduar. Prandaj ne agjërojmë për ta dëshmuar funksionalitetin e besimit ton, për ta dëshmuar aktivitetin dhe prezencën e besimit ton në zemër. Zemra është ajo që e ka besimin, mirë po dëshmia e këtij besimi dhe funksionaliteti i këtij besimi është padyshim i shprehur në jetën e përditshme. Sikur që kemi të njohur se besimi është fjalë dhe është vepër. Pejgamberi alayhi salatu wasallam shpesh herë besimin e ka përmendur në kuadër të shumë veprave praktike. Dhe kur është pyetur se cili është besimi më i mirë, ka përmendur gjëra që nuk kanë të bëjnë me besimin, por që kanë të bëjnë me funksionimin e këtij besimi në jetën e përditshme. Prandaj ne agjërojmë për shkak se kemi besim funksional, kemi besim aktiv, kemi besim të gjallë, ndërsa mungesa e gjallërisë së besimit realisht pastaj shpërfaqet edhe në mungesën e përgjigjes ndaj asaj që Allah na ka thirrë. Kështu që funksionaliteti i besimit matet me
përgjigjen që ti i ja bën thirrjeve të Allahut azza wa jall. Sa herë që Allah të ka thirr në emër të besimit, tregon se sa herë të përgjigjesh, besimi është funksional. Edhe në agjërimin tonë. Në emër të shkafit në ka thirr Allah i madhnuar. Allah në ka thirr në emër të besimit. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi. Dietarët kanë përmendur te kjo thirrje dobi të shumta. Dua t'i përmend dy nga ato. E para të nderuar është se në raport me Zotin tonë, ne kemi shumë emra që i meritojmë. Dhe me çfarë do emri që do ta thërte Allahu xhalla xhala do të ishte emër që nuk do duhet ta shqetësonte, por është emër që e meritojmë. Për shembull, nëse Allahu do të na thërte për të përgjigjur Allahu xhalla xhala, për shembull, o të mirë, o të dobët, o të varfër, o mëkatar, çdo emër ana përshtatet në raport me Allahun po. Ky emër mund të jetë ofendues kur na e thrasim njëri tjetrin kështu, nuk bën ta thrasim kështu njëri tjetrin, nga se duhet të përzgjedhim thirrjet e duhura ka shi njëri tjetrin. Por Allahu më na thirr, për shembull, o të shkret, o të gjoll. A lëndohesh? Jo. Nga se i thirr në raport me Zotin, o i varfër me thirr, o ti që nuk din asgjë, që nuk jenë dorën tënde asgjë, kështu Allahu me thirr. A do të ishte thirrje që të përket? Pa dyshim se po. Po. Mirë, po Allah gjitha këto thirrje që i meritojmë, edhe do të ishin të duhura, nuk i ka përdor. E ka përdor thirrjen më të ndershme të neshla. E ka përdor thirrjen e besimit, o ju që keni besuar. Nga se në këtë nivel dhe në Allah më në pa. Në këtë nivel dhe në Allah më në gjithë, në nivel në besimit. Pra dhe ku Allah të thrat në emër të besimit, të thrat për shkak se e pritshëm është, se në emër të shka i e thirë më përgjigjë. Në emër të shka i e thirë më përgjigjë. Po thuaj se çdo thirrje tjetër, ti e meriton, por ju mjaftueshme të motivon më përgjigj. Ju mjaftueshëm të motivon me më përgjigj. Dhe kur Allah në thot në emër të besimit, në thot se kjo thirrje me këtë emër, realisht është motivi i mjaftueshëm për të përgjigj. Edhe nëse nuk përgjigjeni, se keni kuptuar nderin që u adhash, të jeni besimtar. Ne përgjigjemi, agjerojmë për të treguar funksionalitetin e besimit dhe pranimin e nderimit nga Allahu xhallahu që na ka bërë besimtar. Dhe gjithashtu të nderuar nga kuptimet e thirrjes që jemi në pikën e parë të besimi, agjerojmë për shkak që të jetë besimi jonë funksional, është se kur dikush thirret në emër të një cilësie e cila e dëshmon meritën për atë emër, sa ma shumë ai njeri është i përkushtuar në cilësisë e fuqizon meritën për atë emër. Çka ne kupton kjo? Nëse themi për shembull, o student i zellshëm, o student që lexon shumë. Ky student tash sa më tepër është i zellshëm, sa më tepër lexon, a më shumë e meriton emrin student apo e humb emrin student? Ju e meriton, nga se studenti është lidhur me zëshmëri. Në sa më tepër ti tregosh i zellshëm, e meriton më shumë ti student. Domthon, nga të quajtur student formalisht, tash quhesh student realisht. Edhe besimi është ashtu. Allahu te barekuhu na ka thënë, o që keni besuar, agjeroni. Domethënë, kur agjerojmë, ne e thellojmë më tepër emërtimin ton besimtar. Ne e bëjmë edhe më meritor vetëm për të qenë besimtar, nga se e pritshme është nga besimtarët të përgjigjen. Për këtë arsye ne agjerojmë. Pse agjerojmë? Agjerojmë gjithashtu për ta fuqizuar përkatësinë e të qenit robi Allahu xhalla xhelalu. Allahu xhalla xhelalu të nderuar na ka krijuar të gjithëve. Dhe gjithë jemi rob të Allahut te barekuhu teala. Mirë, po disa janë rob të Allahut detyrueshëm, e disa janë rob të Allahut vullnetshëm. Për shembull, ai njeri që krijohet në barkun e nënës, zhvillohet, del, merr frymë dhe i përshtatet rrethana tjetës, a është robi Allahut? Po, nga se Allah ka detyruar që ti përshtatet rregullave të caktuara. Allahu e ka detyruar njeriu që të merr frymë, e ka detyruar që të ecë në këmbë, e ka detyruar për shumë gjëra, madje e ka gjunjëzuar me vdekje.
Dhe njerëzit në raport me këto rregulla dhe ligje kosmologjike natyrore, të gjithë janë rob të Allahut te barekuta. Mirë po, të jesh rob i Allahut xhalla xhelaluhu, detyrueshëm nuk të bën lerë. Nuk të bën lerë. Nga se edhe krijesat e tjera janë rob të Allahut me këtë nivel. Me këtë nivel. Allahu i ka detyruar dhe kafshët që të jenë rob të tij, bimët, diellin, hanën, gjithë i ka detyruar që të jenë rob të tij. Mirë po, a kanë vlerë se janë rob të Allahut te barekuta? Nuk kanë vlerë, nuk shpërblen për këtë robni, nga se e detyrueshëm. Ndërsa për te këtij niveli të qenë të rob i detyrueshëm, është të jesh rob i Allahut vullnetshëm, si pasojë e bindjes, si pasojë e arsyes, argumenteve dhe si pasojë e përgjigjes ndaj kërkesave të natyrshme që i kanë raport me besimin. Dhe kur ti natyrshëm bëhesh rob i Allahut xhalla xhelalu, robnesh Allahut e nëshuar Allahut te barekuta, ti e dëshmon përkatësinë që e keni raport me Allahun te barekuta. Nëse çka ti me Zotin xhalla xhelalu, cili është raporti që na lidh me Zotin te barekuta? Për shembull, në një familje, çka i lidh ata me qenë bashkë? Lidhja e gjakut, lidhja familjare. Një çift, çka lidh me kon bashkë, një burr, një grua, lidhja bashkëtorë. Ka një lidhje që i mon bashkë. Njerëz në punë, njerëz në një vend e kështu me radhë. Cila është lidhja që na mon me Allahun? Me çfarë baze? A jemi na për shembull konkurrent të Zotit? A jemi për shembull ortak? A jemi përkras? A jemi ndihmëtar? A jemi zaventësues? Çka jemi na të Allahut xhalla xhelalu? Asnjëherë, nuk mund të jemi. Se Allah nuk i duhet as zaventësi, nuk i duhet as përkrasi, as ndihmëtari. E atëra, me çfarë bazë na përcaktoi pozicionin të raport me Allahun te barekuta? Vetëm mbi bazën e qenit të rob vullnetshëm që ti bindemi Allahut në aqet e gatit. Dhe kjo përkatësi nderi që realisht na mundson të pozicionohemi si duhet në raport me Allahun, nga se kjo është pozicioni vetëm që na përshtatet, jetësohet përmes zbatimit të urdhave. Andaj unë agjeroj për ta mirëmbajtur pozicionin e natyrshëm në raport me Zotin dhe për ta fuqizuar përkatësinë time e të qenë rob i Allahut xhallahu ala, vullnetshëm e jo dhunshëm, e jo detyrueshëm. Kjo është arritje shumë e madhe. E që kjo përkatësi nuk mund të jetësohet, nuk mund të mirëmbahet, nuk mund të dëshmohet, as se si ndryshe përveç se përmes besimit dhe nështrimit të Allahut të mënduar. Andaj ti agjeron për ta fuqizuar përkatësinë. Po, unë jam rob i Allahut, agjeroj. Po, unë jam rob i Allahut, falem. Po, unë jam rob i Allahut, mbulohem. Po, unë jam rob i Allahut, largona nga kjo keqje. Po, jam rob i Allahut, e bëj këtë. Ja si jam rob i Allahut. Për këtë si e bëj këtë. Dhe çdo urdhër, çdo ndalesë që e bëj ose largohem për hir të këtij besimi, e fuqizoj përkatësinë. Edhe kjo është jetë e përditshme të ndodh. Apo jetë e përditshme. Ka familje që formalisht kanë lidhje familjare. Formalisht. Për shembull, mund të kesh vëlla, fatkeqësisht sot si po dunjaja, mirë po raporti të zbehura. S'ka bashkëpunim, s'ka komunikim, mund të kesh motër, s'ka bashkëpunim, s'ka mohabet. Ndoshta një largët është më i afër se ky afër me që ke në shtëpinë tënde. Ndoshta fëmijët nuk i kanë të afër prindët e tyre sa i kanë ndoshta afër shokët e shoqët e tyre. Dhe kjo është padyshim skandaloz. Dhe kjo lidhje me tyre është formale, po në letra shkruan e bija e filanit. Kjo është formalitet. Mirë po, kjo përkatësi familjare, sa është e fuqizuar, nuk varet nga lidhja e gjakut, po varet nga çka? Nga bashkëpunimi, nga dashuria, nga respekti këtu më radh. Domethënë, sa më tepër një fëmijë, një djalë, një vajzë respekton prindin, e fuqizon përkatësinë e të qenë biri i filonit apo dëmson? E fuqizon normalisht, e fuqizon. Sa më tepër një fëmijë nuk e respekton prindin, e dobëson përkatësinë. Sa që nga ne kontestohet edhe jona formale, fatkeqësisht. Edhe me Zotin që ashtu. Sa më tepër i bindemi, sa më tepër i nështrohemi, e fuqizojmë përkatësinë e qenërit, ai është Zoti ne i lidhur. Dhe kjo është pozicioni më i këndshëm, më i mirë i mundshëm. Kjo është pozicioni që të bën kënaq, nga se të nderuar po ne shërbëes dhe motë. Në momentin kur lëvizim nga pozicioni i të qenë rob i Allahut, do të jemi rob i dikujt. Patjetër do të jemi rob i dikujt. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rob i dinarit,
e robi i dirhemit, e robi i arit, e robi i argjenit, robi i teshës, robi i pamjes, robi i dukjes, robi i pëlqimeve, robi i përshtypjeve të njerëzve. Sot janë bën njerëzit rob të shumë zotë në fatkeqësisht. I ka robnuar për shembull përshtypja e njerëzve. Gjithçka bën që të kenë përshtypjen në dukjen e vet. Gjithçka bën që të kenë përshtypjen në, për shembull, të forën e tij kështu me radhë. Rob, apo dhe disponimi i tij dhe lutëria e tij varet nga përshtypja që vjen nga publiku. Robi i tyre është e kështu me radhë. Ndërsa kur lëvizën nga pozicioni i të qenë robi Allahut, edhe nënçmosh, edhe përbuzesh, edhe poshtmosh. Pozicioni vetëm që garanton lumturi, kënaqësi, kur nuk zgënjesh dhe gjithmonë mbetesh krenar dhe nepërsisht, ti je robi Allahut xhel xhelalu. Është krenari kon robi i Zotit te barekuta. Robi Allahut i gjithfuqishmit, i gjithmëshirshmit. Andaj para sa bukur është kur sheh për shembull çka Allah ka kriju thosh me ka i thosh Zoti jam këta ka bërë. Ose për shembull sheh si ka kriju Allahu xhallahu ora fortë sa bukur, apo çka do të qoftë nga veprat e Allahu xhallahu ora, ndihesh kënaq, thosh Zoti jam me ka bërë. Nga se ndim përkatësimet e ki lidhje me Allahun xhallahu ora, është i joti dhe ti e i ti. Po jo në rafna e domosdoshëm, të dhënshëm apo detyrueshëm apo mabut, por mbi bazën e qenë vullnetshëm robi Allahut të zgjë. Andaj agjerojmë vullnetshëm Allahut e nështrojmë për ta fuqizuar përkatësinë e lidhjes me Allahun xhallahu ala. Ai është Zoti e ne jemi rob të Allahut te barekuhu te. Sikur se Allahu thonë në Kur'an, ja ju an-nas antumul fuqara'u ila Allah. O njerëz, ju vazhdimisht mbeteni të varfër në raport me Allahun xhallahu ala. Sado që të marrësh dituri në raport me Allahun një ignorant. Sado që të jesh i fuqishëm në raport me Allahun një i dobët. Sado që të jesh i pasur në raport me Allahun një i varfër. Prandaj në raport me Allahun jena një hiç. Post atë që Allah e nderon e ngrit. E kjo mundësi bëhet duke qenë robi Allahut vullnetshëm me nënshtrim të këndshëm dhe të pranueshëm nga ana jote. Prandaj agjeroj për ta fuqizuar këtë përkatësi dhe për ta thalluar këtë përkatësi të qenë robi Allahut te barekuhu te. Pse agjeroj? Agjerimi është një kërkesë që edhe e kuptojmë, edhe se kuptojmë. Për shembull, si kur të kishim mesht për nda në salë nga një fletë se sëllit, e t'ju themi, ne jam një propozime për një adhërim që quhet agjerim. A do të ishte i forma që ja kemi satë? Sigurisht jo. Dikur do të thotë pa agjerim gjysmë ditës, dikur do të po hajna mish, ama ujë po pim, do të kishte formate ndryshme. Dhe se kishte me arsye tu formën e tij të agjerimit me arsye të caktuara që ai mëson janë të logjikshme. Allah ka kërkuar që të braktisim ushqimin nga e tjera që duhet braktisur, nga lindja e agimit deri në prindjen e diellit. Për shembull, pse mos më qenë nga lindja e diellit, po nga lindja e agimit? Çfarë logjike ka këtë? Nuk e di. Nuk e di. Pse nuk është deri në atë po ti na akşam? Nuk e di valla. Nuk e di. Çfarë nuk e di? Askush nuk e di pse. Me gjatë bindemi. Dhe në shtrojmë edhe dim se kjo është më e mira e mundshme. Pse? Për shkak se në kuadër të besimit tonë në raport me Allahun është wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Në kuadër të besimit tim në raport me Allahun është Allahu din e ju nuk dini. Ai është i gjithdijshëm. Dhe në momentin kur unë Allahut i nështruam në praktikën e gjërave dhe më elementare të jetës time, ndoshta jo duke kuptuar deri në fund pse, po mjafton që ai ka thonë, unë nështruam, unë e dëshmoj për deklarimin tim dhe bindjen time se Allahu din e unë nuk dija. Nëse kishte me qenë nështrimi i kurzuar, jo pam tregu Allahu me raport, pse nga agimi deri në akşam, pse s'bën një më herët, nuk agjeroj, nuk kisha më agjeruar. Unë nga Allahu nuk lyp raport. Nga se unë e pranoj që unë nuk di ai din. Për këtë fakt unë nështruam, edhe kur s'kuptoj, edhe kur s'di, edhe kur nuk kam shpjegim, s'prish punë, a ka thonë Zoti xhallahu ala, unë nështruam. Dhe kjo është realisht arsyeshmëria e besimit në Allah xhallahu ala. Për këtë është Zot, sikur ai të kishte nevojë të japte arsye robëve të tij për gjithçka. Pse të kum sprovu, pse të kum dhon kët, pse të kum dhon kët, e kupton, kam pas kët për qëllim. S'kishte me qenë Zot. Ai ka dhënë arsyetime sa qetëson zemrën, por jo sa qetësojnë logjikën. Logjika është e pafundme. Gjithmonë kërkon
sharim e sharim. Andaj të ndëruar pranishëm, ti ke pranu se Allahu din, e ai nuk din. Dhe momentin kur braktis ushqime dhe pijet, e tjera çka duhet braktisur, nga një pikë në një pikë, mbrana një muaj, nga një kohë në një kohë, bën obligime të saktuara, ti praktikisht dëshmon, ai e din. Nuk e di unë. Ai e din, Allahu e din. Unë nuk e di. Dhe këtë praktikë, dhe këtë edukat, dhe këtë vetdije të ndëruar, duhet të ashtime të rjetën tonë. Allahu e din, ne nuk e di. Prandaj të ndëruar pranishëm, Allahu kur i ka lavduar besimtarët në Kur'an, në fund të surës Bekara, e ka përmendë besimin në çka ata besojnë, dhe si ata besojnë, dhe në fund çfarë ka thënë? Për këta besimtarët, në raport me besimin që ata e kanë, qalu sami'na wa ata'na. Ata thonë dëgjuam. Shiko, nuk tha Allahu, thënë pam, e kuptuam dhe u nashtruam. Jo, dëgjuam, mjafton që dëgjuam, e kuptuam kërkesën, çfarë duhet bërë, po ne kuptuam deri në fund pse duhet bërë. S'është më rëndësi pse duhet bërë. E kuptoj deri dikon, por jo deri në fund. Ne edhe 10 pika me i përmend, pse agjerojmë? A kena mundësi me shterë pyetëm pse agjerojmë? Ja. Kur? Diçka Allah ka rujt për vetën e tij. Kush e di? Wallahi nuk e di. Kush e di? Çfarë dobi e ka agjerimi që e ka rujt Allah për vetën e tij, më na dhon ditë gjykimit si knaçi të shpërblimit pse kemi agjeruar. Nga se edhe kjo pjesë është e këndshme. I bindemi pse besojmë të dhe pse e dojmë, edhe pse nuk e di. E paramendo kur ta shpalos ditë gjykimit pse ka agjeruar, çtohet dashnia edhe më tepër. Për shkak Zot, edhe pa këtë kam agjeruar. Paramend edhe kjo kur bëhet sa këndshëm po ndiem pse kam agjeruar. Dhe kjo është pjesë e kënaqësisë shpirtërore që besimtarët e përjetojnë në xhenet. Që e përjetojnë në takim me Allahun te barekuta. Ai e din, unë nuk e di. Pse janë 5 kohra? Nuk e di unë. Nuk e di. Ai e din, i fali, për shkak se ai e din më mirë sa duhet më fal. As nuk janë 2, as nuk janë 3, as nuk janë 7, as nuk janë 10, janë 5. Pse në këto kohra të shpërndara? Mund t'japim komente, jo dita, jo nata, jo, mund t'japim disa. Po fundi për gjithë është, ai e din, ju nuk din. Edhe kjo realiteti. Nga se mendja jonë përfundon diku e ka një kufi. E pastaj vazhdon dashnia për Zotin dhe bindja se ai din e ne nuk dim. Prandaj agjerojmë për shkak se ai din e ne nuk di. Dhe praktikisht e dëshmojmë këtë bindje në shtrimin ndaj Allahut në agjerim, edhe pse nuk dim shumë përgjigje lidhe me agjerimin pse ndodh bashkë ashtu. Të nderuar, ka shumë du me përmbyll me 2 pika të fundit pse agjerojmë. Në jetën e përditshme ka shumë betejë. Njeriu ballafaqohet me beteja të shumta. Fatkeqësia është se sot në jetën e përditshme shpeshherë jemi pjesë të betejave të panevojshme. Ku shfrytëzojmë energji, lodhemi, nganjëherë ndoshta fatkeqësisht edhe pozicionohemi gabimisht në beteja për shkak se nuk i njohim betejat tona. Është pyetje e madhe vallahi me vetveten tonë. A jam në anën e dur të situatës? A jam në anën e dur të betejës? A jam në anën e dur të zhvillimeve? A jam në anën e dur? A jam ku duhet me qenë? A jam i rreshtuar ku duhet? A jam duke marrë në beteja që më përkasin? Apo jam në beteja që nuk më përkasin? Për shembull, sa garime në këtë botë për çështje materiale së bote janë pa kuptimta, zhvillohen përmes betejave të shumta, me zili, inate, urrëtie kështu me radhë, janë betejë të pa kuptimta, të lodhen dhe në fund të dënojnë. Pa kuptim. Prandaj, cila është beteja jonë? Me kë kena na problem? Kush është realisht armiku jonë? Që ne me te do të me luftu, kush është? Shejtani. Edhe pse fatkeqësisht shejtani të ndëruar për shumë njerëz është një krijesë shumë abstrakte, shumë imagjinare, madje nganjëherë i përkufizuar në ngushtë vetëm në ndikim të kufizuar me ndonjë ser, magji, mësyshe, kështu me radhë, friksim në ëndra, dhe këtu këtë përfundon rrëfimi jonë me shejtanin. Kjo është shumë periferike, kjo është shumë e parëndësishme në raport me atë esencialen, që ai synon me marrë për ti. E pranove ti betejën me te, apo nuk pranove, ai është në luftë me ty. Është lufta e vetme që s'ka paqe. Në dunja bëhen shumë lufta, në fund bëjnë paqe. Njerëz kanë viktima, kanë vrasje, kanë plagosur, kanë shumë probleme, në fund bëhet një paqe. Ndërsa me shejtanin s'ka paqe. Dhe shejtani të ndërum përshëm
as nuk e dën teshën tonë, as nuk e dën pasurinë tonë, as nuk e dën shtëpinë tonë, as nuk e dën atë që duken nga e jutja, por dën besimin tonë. Atë me ta marrë, e dën zemrën tonë, e dën zemrën tonë, dhe tenton vazhdimisht me e dobësu forcën e zemrës në favor të epshit, që njeriu të dominohet nga epshi e pastaj të menaxhohet nga shejtani. Vallahi kjo është realitet që e ka shpjeguar Allahu në Kur'an sikurse më pa njëri në TV. Njëri ka epsh dhe ka zemër që mbushet besim. Epshi ka rol, ndërsa zemra është lideri udhëheci. Në momentin kur ne nuk e suportojmë zemrën, nuk e fuqizojmë zemrën, nuk e pastrojmë zemrën dhe kujdesemi për aspektin epsharak, fuqizohet normal epshi. E kur ai fuqizohet, e dominon zemrën dhe pastaj urdhërojnë zemrën që t'jap direktiva gjymtyrëve që t'i shërbejnë epshit e jo besimi që është në zemrë. E unë agjeraj, për çfarë arsye? Për ta fuqizuar zemrën, për ta fuqizuar pozicionin tëm betejë, nga sa është një armë e fuqishme që vije si ndihmë nga Allah xhallahu ala, si një suport hynor i fuqishëm që me të godas armikun çdo betejë. Prandaj të nderuam, nuk është rastësisht e përmendur se kur njëri agjeron, ja ngushton qarkullimin shejtanit, apo agjerimi ja ngushton qarkullimin. Madje kur ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët me ardhin e Ramazanit, i ka përgëzuar ende para Ramazanit. Ju ka ardhur një muaj i bekuar, i ka përgëzuar, i ka uru në kohë të përgëzimit të shkurtër dhe përmbledh ka thonë prangosën shejtan. Domethënë o besimtar, është shanse juaja, tash me goditni, tash fuqizoheni, tash e dominoni, tash i eliminoni vezvecet, cytet e tij dhe gjitha pranga që ju ka lidhur me to, të varësive të caktuara të mëkatit në këtë dunjë, që dini në lirinë e adhurimit ndaj Allahut te barekuta. Dhe në lirinë e adhurimit që ta shpallni lirinë dhe pavarësinë ndaj çdo varësie të kësaj dunjoje materiale. Këtë e kërkon Allahu te barekuta. Prandaj çdo tendencë që të na robnon edhe ushqimi, lëmë diçka tjetër, ne e luftojmë me agjërim për treguar se jemi të lirë e të pavarur edhe në raport me ushqimin, edhe me pijen, edhe me ato që janë të dëmshme. Nëse unë kam forcë me shpall pavarësinë, edhe ndaj gjërave të dobishme që mund të krijoj varësi në raport me to, atëra fuqia jam me shpall pavarësinë në raport me gjëra të dëmshme është hala më e fuqishme dhe hala më e madhe. Prandaj unë agjeroj për ta fuqizuar pozicionin ta në betejën tim me shejtanin, për të marrë një armë fuqishme që ta godas e të shpëtoj nga kthetrat e cytit e tij dhe gjithë ato që bashkëpunim me të e më të rasin që ti shmangën urdhëve të Allahut, edhe të largojmë nga qëllimi i krimit, e të bëjmë pjesë e kurthave të tij që nesër kanë marrë zëni fatkeqësisht të madhe. Prandaj agjerimi vallahi është një suport i madh i nuk. Është një armë fuqishme që kush e kupton dhe e realizon si duhet, arrin shumë në këtë betejë, avancon shumë në këtë betejë dhe shmang shumë nga litarët e shejtanit që ka tentuar me lidh me prangos brenda botës së epshit dhe kërkesave materiale. Dhe e fundit të ndërruar për neshëm, në kuadër të këtij trajtimi se ka edhe shumë që mund të thonë, është se agjerimi, namazi, besimi, gjitha këto që ne i ka mësuar Allahu xhallahu ala të ndëruar, duhet me i kuptu se kujdesi Allahu ndaj neve. Se kujdesi Allahu ndaj neve. Shikoni të ndëruar për neshëm, Allahu xhallahu ala sa bukur është kujdes që gjithçka na të kemi në rregull. Gjitha udhëzimet e besimit, gjitha adhurimet janë të sqaruara në formë më të mirë të mundshme. Më të bukur të mundshme, të kompletuar të mundshme. Gjitha janë sa mirë. Këtë që na mbetet një çka është zbatimi. Zbatim. Para mendoni për shembull, përveç zbatimit ta kishim edhe një detyrë. Cila është ajo? Të plotësojmë udhëzimet. Të plotësojmë udhëzimet. Por ky plotësim mund të jetë i qelluar, mund të i gabuar, e kupton ditë gjykimit. Dhe gjatë të kohës jenë hamendje, aja qëllua se a qëllua. Sot është kjo bare madhe për neve, një shamë në përkat për Allah, për ta përmbyll këtë pikë dhe me kuptu drejt. Për shamë të marrë agjerimin. Të gjitha ato që duhet t'i dinë për agjerimin, janë të mëshme të dinë. Gjitha. Nuk ka situatë që kalon e për te, qoftë një mashtru, qoftë një femër, një burr, një grua, nuk ka situatë që realisht udhëzimet e agjerimit nuk japin përgjigje. S'ka.
jashtë në vend, nuk ka në vend, është smut, nuk ka smut. Çfarë do situate ka përgjigje? Kur agjon, ku nuk agjon. Apo ka përgjigje. Do ti fare nuk ka bardh galen e udhëzimeve. Ti e bardh galen e zbatimit të udhëzimeve. Shiko sa na ka kursyer Allahu, sa na ka përgdhelë, sa është kujdes për ne. Sikur veç një detaj i udhëzimeve të ne në kompetencë. Për shembull, gjithë janë të njohura. Për agjerimin këtë dim, veç nuk dim kur më fillu. Nuk dim kur më fillu. Për shembull, nuk dim me agim, a me sabah, a me drek, Allahu thot, këtë e kumë në dorën juve. Tash ja qëllani mirë, nuk ja qëllani dënoheni. Sa do të ishte veç këtë detaj me mungu shqetësues për neve. Pa në këtë dim, veç nuk e dim kur do të me iftar. Këtë nuk e dini. Këtë e ka në Allah në sheft, tash ju kërkojni tash. Kush e gjenë, kërkojni për shemb. Si këshin e kërku? Sa këshin e pavu qmim me dit, kur me përfundua? Agjeron të nditën, një lodh, ki qef me përfundu si duhet agjerimin. Mos të prishi para kohës, ky investim shkoj hoq, mos pes gjati, nuk pes gjati, kishte me qenë vëllai mundim. Allahu të ka kursyer për mundim, mos ke gale. Ti ka shkruar të gjitha, janë të sigurta, në bazë të kësaj kime u marr llogari. Asgjë më tepër as më pak, se që po shpjegoj. Gala e vetme jote, brenga jote vetme është zbatimi i udhëzimeve. Ky kujdes hyjnor për neve. Ndaj neve që ka Allahu te barzak. Si duhet të raport me të meragu? Si duhet me ragu? Me agjerim? Këti ka spjegu, këti ka përgachim, veç ka dhënë nga te, veç praktesë ushqimin e pijen, këtë ko, këtë tani me rregull. Ka që ka kërku? A është reagim i duhet me agjeru? Pa dëshim se po, valla. Pa dëshim se po. Zdikush këti ka bugati, gjithë i ka përgatit, veç ka dhënë eja të ashti, edhe majnë i shelil. Eja ti për shkakun për zhvendit pranishmit, për shkakun. A do të ishte mos mirë njohës, a do të ishte o mënej jo njerëzore që me shprofil kujdes dhe kujndet e komplet që s'pa ku një pashrit ja për njerëzat. A këtë e kam përmund ata që ti është në baltë të publikut. Allahu xhallahu është kujdes për gjitha, për agjerimin, për rrezikshmërinë që të përshtatet, ka kriju ty që ti përshtatesh agjerimit. E ka rregullu agjerimin që ti përshtatet trupit tonë. Këtë që rregullu, ti s'ki kur që me mullon në këtë çështje. Ti veç ki me reagu që duhet në raport me këtë kujdes, aja është me agjeru. E pse mos me reagu për me agjerim? E pse mos me reagu me namaz për shembull? Shikoni për shembull formin e namazit. Rrim kom, bëjmë ruku, shkojmë sejdë e kështu me radhë. Të gjitha veprimet e namazit të ndëruar pranishëm janë përkutje me konstruktin fizik njeriut. Gjeje për shembull një krijes tjetër që formën e namazit i përshtatet konstruktit fizik. Dhënë shumë po, jo natë shumë po, po natë shumë si njerët, si përshtatet askujt. Allah është për kujdes që namazit jetë në përkutje me konstruktin të fizik, që gjithë çka të bëhet, e ti mos me ndi dhimbje, mos e pas mundim. Ka shik ti kujdesi, dhe ka shia ti premtimit ma për shpërlim, reagimi të zhveq, ti rrish zbatin kohë caktuar me disa recate dhe mori fund. A nuk është sinqerisht, domthon e tërshme që mos reagojmë me kaq pak vepër, me kaq pak mund dhe me kaq pak lodhje. Prandaj Allah është për kujdes për gjitha. Dhe për një ditë agjëruar të jap shumë shpërblim, e të garanton mirësi, e mirëqenie, rahatie, falje, këtë të jap veç këtë ditë krye që është duhet. Në raport me këtë kujdes, si du të me reagu? Me agjëruar. Agjëru, unë reagoj me agjërim për shkak se në raport me këtë kujdes nuk ka mundësi të këtë reagim tjetër, pa mund shmërt. Mirësia Allahut nuk lën të reagim, përveç reagimin e nërsimit dhe reagimin e adhurimit. Ne reagojmë me adhurim dhe me nërtrim për shkak se ai është kujdes për gjitha. Neve na ka mbet veç ti përulemi. Edhe në përule ka për neve kënaqësi dhe ka nder dhe ka përmbushje mbi gjitha. Edhe më që ka edhe shpërblim dhe Allah është i kënaqur me neve. Prandaj gjitha këto që përmendet të ndërun përreshëm, duhet të kemi parasysh atë agjërimit. Edhe te çështja e funksionimit të besimit, edhe te çështja e fuqizimit të përkatësisë, edhe te dëshmia se Allahu din e ne nuk din, edhe te fuqizimi i pozicionit në betejë dhe armatimit të dorë për t'ia dalë në luftë me armikun e përbetuar e të vazhdueshëm dhe agjërimi vjen si një reagim i natyrshëm, normal, i arsyeshëm në raport me kujdesin e Allahut për neve, në raport me dispozitat dhe rregullat që kanë të bëjnë me agjërimin.
E gjitha këto e shumë të tjera realisht e arsyetojnë skajshmërisht dhe bëjnë të këndshme të lehtë për neve agjërimin. Dhe është Allah që të kemi agjërim të lehtë, të këndshëm, e ne duke qenë rahat e mirë në familjet tona, shoqërinë tonë. Allahu e pranon këtë adhurimin, Allahu na i shtrohet mirësitë e begatit, na i fal mëkatet, e na mundsoj që besimi jonë të jetë funksional jo vetëm në agjërim, por në raport me të gjitha thirrjet që Allahu na ka thirrë te barekuhu teala. Që të kemi një përkatësi me të vërtetë të qartë, kënaqëre në raport me të qenit Rabbi Allahu xhallahu teala. Allah na mëson që të jemi të fuqishëm në raport me shejtanin dhe të jemi gjithmonë në betejat e duhura, e mos të shpenzojmë energji e mund e lodhje në beteja të humbura e të kuqura, e që në fund të dëshpërohemi për pjesëmarrjen ato beteja dhe për kalim kohën ato. Dhe Allah na mëson që të kalojmë në Ramazan të mbushur me solidaritet, bamirësi, bujari e punë të mira, e qofshin të falën nga Allahu të shpërblyer dhe qoftë Allah i kënaqur me neve. Zoti shpërblet për vëmendjen, për mundësinë dhe të takojmë gjithë me takime të mira dhe organizime të duhura. Faleminderit shumë. Selamu alejkum wa rahmatullah. Zoti ja shpërbleft hoxhës për qartësimin që na bëri në rreth këtij adhurimi madhështor. Atëherë unë nuk dua të zgjatëm se pa flasësh pas hoxhën nisi dhe tingëllosh interesante se oratorësh e pamundur, kështu që Allah ju shpërbleft një Ramazan të mbar dhe shihemi në aktivitetet e radhës. Selamu alejkum.